Tringa mi mbroma mirë se erdhe, kënaqësi që të kam sonte në Libero. Gëzohem edhe unë shumë që jam këtu me ty sonte. Faleminderit për pranimin e ftesës. E kam një pyetje kështu për fillim. A ma vështirë është për ty me i menaxhu emocionet në intervista, a me fitu bursa? Cila është më e vështirë? Në këtë pikë, prapë më e vështirë më duket bursa, po edhe intervistat halo emocionona. Po mendoj që janë sandi mirë kur emocionohesh të jep realitetin. Po, e shijon më shumë. Kështu gëzohem shumë që jam sonte këtu mes juve. Faleminderit shumë. Besoj që biseda jon do të jetë informuese dhe do të inspiroj ata të cilët duhet ndjekin rrugën tënde, kanë nevojë, kanë idenë që të përfitojnë bursa. Nga ti kemi kërkuar në fillim i shkruash letër vetës. I ke shkruar ndonjëherë? Asnjëherë. Shumë detyrë e vështirë. Po e kam shënuar. Jetove? Si e përballove? Mundova njëherë mi abo disa pyetje me tregu cilat anë vetës është që kisha dashur me përcjell të tjerë. Edhe për asaj mendimi shënova disa ide dhe mundova ide të kyqe mi nxirr në një letër sa ma të shkurt, se tash probleme dhe vëmendja me qenë shumë e gjatë, sa ma shkurt ma mirë. Okej, faleminderit shumë atëherë që e ke shkruar, po të dëgjojmë me vëmendje. Po. E dashur Tringa, ti e personi që do të jetosh me çdo vendim që merr. Prandaj, çfarëdo që zgjedh në jetë, zgjedhë për veten, jo për pritjet e të tjerëve. Ke ndërtuar një jetë që shumë njerëz ndrojnë, një punë që e don, një mision që ka kuptim. Edhe megjithatë, ndonjëherë e haron sa bukur është ajo që e ke krijuar. Mos e haro këtë. Mos reago me njëherë. Fuqia vërtet është të kontrollosh, nuk është të kontrollosh të tjerët për veten. Njerëzit më të fortë janë ata që dinë të qëndrojnë të qetë dhe besnik ndaj fjalës së tyre. Ke udhëtuar shumë, ke parë botën, por do të vi një moment kur do ta kuptosh se gjërat më të rëndësishme nuk janë vendet, por njerëzit. Familja, momentet e thjeshta, koha që nuk kthehet më. Edhe mos u mundosh gjithmonë me qenë verzioni më i mirë i vetes. Ndoshta qëllimi nuk është përshmëria, për paqja. Të jetosh mirë me veten. Kur prindrit e të tjerëve të thonë jena mirënjohës që të kemi, që na ke siguruar të ardhmen e fëmijëve, e kupton që ke arritur dhe ti ke krijuar një rrugë jo vetëm për veten, por edhe për shumë të tjerë. Okej, faleminderit. Një reflektim me veten, po ashtu edhe një farë mënyre aktualiteti yti që ti ju ndihmon të tjerëve. Sakt, po. Tani, i the vetës mos reago me njëherë. Fuqia e vërtet nuk është të kontrollosh të tjerët, por veten. Si është ta kesh këtë ndjesinë e reagimit me njëhershëm dhe të pasurit e gjërave nën kontroll? Është e lodhshme? Është në moment kur ndonjëherë reagoj shumë shpejt, në qatë moment ndina mirë, ndoket që shlirona, por me njëherë në momentin tjetër i bi shumë pishmonet, e tash që shumë po mundona me punu me vete në drejtim që mos me pas reagim të me njëhershëm, se ndonjëherë ka njerëz që kanë kërkesa çuditshme që të bojnë pak nervoz, po tash mundona mos me lon ata me ndiku në disponimin tam. Ama ndër tjera the që gjithashtu me vendimet jeton ti? Me vendimet jetojone, po. Edhe ajo aspekti që mos mi pyet të tjerët për leje për disa vendime që i merr. Se ndonjëherë sa ma shumë pyet, merr ma shumë vendime dhe bëhet shumë vështirë me vendos për diçka, kështu babi gjithë më thoi ke besoj trunit tënd, ti ki me jetu me vendimet e tuja, hala më thët, kështu që çfarë do vendime që e marr e di që unë kom jetu me to, po e mendoj mirë para se me marr. Okej, faleminderit shumë për fillim, ndërkohë kemi një letë me disa fotografi të ndryshme. Janë 4 fotografi. Okej. Çfarë momentesh janë këto? Në me thonë fotolart jena në diplomimin tim, kër e ko magjistru prej Universiteti George Washingtonit, edhe në altë jam me prindrit, nana e ka vesh pelerinën, ndërsa babi e ka kapuqen, është një ndër fotot e preferume, ndërsa në foton tjetër. Çfarë keni dashur thoni me këtë? Pa u shtyshën prindrit ndërsa është merita jam, është merita jam, e të një kena nda, pak e nanës, pak e babit, se ka qenë moment shumë i gëzushëm për familjen me anë Amerikë për diplomim të vajzës. Po pastaj 3 vite ma vonë, jena shkon diplomim të vllaut, e për vllaun ka qenë diplomim edhe maj madhë se e ka diplomu për Universitetit Harvardit, që është do me thonë universitet top në botë, edhe jo për studim me master, po bachelor që pranohen 1% e botës, pra për 100 kandidatëve një pranohet, është jashtëzakonisht e vështirë mu pranu,
edhe ka qenë i pari që e ka përfundu shkollën e mesme në Kosovë dhe o pranu. Pra direkt, pa vit ndërmjetëm kështu? Jo, pa vit ndërmjetëm. Edhe për shembull shumë nuk e din këtë informatë, por nëse familja në Kosovë fiton, jo në Kosovë, po në botë i fiton ma pak se $200,000 në vjetë, Harvardi është automatikisht falas, nuk pagun kur gjo, kur kosh, po mu pranu është shumë vështirë. Kështu vllau edhe pse ka diplomu, edhe pse është një vit aty rreth $80,000, na si familje nuk kena pagu kur gjo, edhe kur janë shku në diplomim, ka qenë shumë moment krenar me pa vllaun të diplomu pri fakultetit më të mirë në botë. Okej, fotografi tjera? Poshtë? Do me thonë poshtë janë të vllaut, e naltë është diplomim em. E njëjta është, do me thonë 2 ditë të ndryshme. 2 po. Okej, tani Zoja, veç për informacionin tuaj. Bashkë me vllaun kanë fitu bursa për rreth $650,000. Do me thonë, $650,000, nuk janë pak. Jo, pak, as pak. Me i pas kesh sot. Me pas, po jo. As pak si jo në fakt shumë. Tringa, prenga, më intereson rrëfimi ytë, prenga, dëshira për të studiuar jashtë. Dhe çfarë sakrifikove për të arritur këtë? Dëshira ja ka fillu pri kur e kom pas një qik tezës, edhe ajo ka shku e para në 2002 në Amerikë, edhe kom pa që është e mundur. Edhe pas ta e kom pas dëshirë për bachelor me shku, po e kom kuptu shumë vonë që shkojnë procedurat aplikime, qka duhet me bo, po kom vendosë që për master gjithsesi me shku, edhe sakrifica që i kom bo, kom për shambull gjatë studimeve, veçanërisht vitin e fundit nuk kom dalë fare, se kom pas me mësu për testet të standardizume, e kom zhvilluat aftësin që mos me pas frik mi pyet njerëz për informata, për ndim, kujdo që i shkrujsha, hajde dalin, bisedojmë që e ki fitu bursën, nuk përgjithshën edhe delsha me ta me fol. Edhe toni ka qenë, ajo, kur e kom lonë zonën e rahatis që e kom pas në Kosovë, për me dalë dikon tjetër, që ka qenë një kompromis i madh, po këto janë shumë të vogla në krahasim me që kom fitu kur jam dalë jashtë në studime. Kështu ja ka një instruktimi edhe pas ta i kom përfundu. Tani, të shtrejta janë këto. Nuk është që kishe familjen që sponsorizojt direkt, u dashke edhe bursa. Po, pa tjetër. Nuk është e letë. I refuzu? Sa herë i refuzu? Vitin e parë, kur kom apliku për bursat, jom refuzu. Po pas ta jom përmirësu edhe kom apliku vitin tjetër dhe kom fitu 2 atë. Çka ndodhi, pse u refuzove? Nuk bursat nuk të japin sqarime. Nuk japin sqarime? Jo, nuk japin sqarime. Veç e ke fitu, se ke fitu? Veç e ke fitu, se ke fitu, apliko pra vitin tjetër, përmirësau, edhe jam përmirësu në gjdo mënyrë që kom mujtë mu përmirësu. Kom bo teste që jonë konë opcionale për mjerit shansat për me fitu edhe i kom fitu. Po nuk u mërzite kur u refuzove njëherë? Jo, pa ta mësu që s'ka në regull është mu refuzu. Refuzimi është pjesë e udhëtimet. Edhe nëse refuzosh, vish apliko prapë edhe dikur bohet. Nuk mendoj që... Me heq dorë në asësi? Për qëtë ondër shumë të madhe që e kom pas, asësi. Asësi. Kur e more lajmin që you are the winner, që ndodhi? Jo më konë kujtohet të sot. Jo më konë të hinë në parking të në shpe, edhe po më thirë babi, edhe ras gabimisht ata e këshin thirë kontaktin emergjent që e kom shënu babin edhe i kanë thonë, gabim kena dash me thirë vajzën pri Amerikës të thirë bursa, edhe babi po thirë, po thë tringa që tash kanë me thirë, re dikund ku ki valë, edhe unë po parkona para parkingut, s'po him randa që me mhu vajt, edhe po më thirë, aja ka pas emrin Vladimir, po më thirë Vladi, tha, e ki fitu bursën, urime. I besove? S'ka qenë i prilli atër, kështu që... Sot është një prilli. Sot është një prilli. Po i besova. Qëfar theme? Qëfar të shkojnë mendje për herë të parë? Faleminderit, gjithësha që më thonë, vish faleminderit, shumë faleminderit. Cilat jonë hapa të radhës, ndo këtë e kom pyet, qysh kanë mi vendos fakultetet, po ka qenë vish komplet gëzem. Qëfar studiove kur shkove atje? Administrim biznesit. Master në administrim biznesit. Qëfar doje të arrije për mes kësaj? Do isha që kur këthejna në Kosovë, me mujtë me hap një biznes që një ndërmarrësit sociale, që i dhe i bëjmë në komunitetit, po edhe ti me menagju që është duhet. Kështu vendosa me studiu administrim biznesit, nuk e kisha një ide të qartë qka do me bo kur këthejna,
po e disha që më duan aftësi me menaxhu që është duhet, kështu që vendosa administrim biznesi. Tani shumë të rinj, kur mendojnë të studiojnë jashtë, përballen me debate dhe diskutime me prindrit. Mos shko, sepse është ajo plaga që po shkoj s'kthehet. Si e kalove ti këtë fazë? Unë e thom shpesh herë, prindrit është vërtet që na duajnë shumë dhe na dojnë më të mirën, po nuk do me thonë që e dinë çka është më e mira për neve. Vish pse na dojnë më të mirën, nuk e dinë çka më e mira. Për studime bachelor, pa ta vendos me ndaj në Kosovë, se ka qenë ideja për bachelor në Kosovë, për master del jashtë. Okej. Po është vetëm i gabim, vetëm vendim një që i bi pishmonit që kom vepru në atë mënyrë. Kur i shoh tash te sa mundësi ka për studime, sa ma mirë është, mendoj që është ma mirë edhe bachelor. Edhe në bachelor? Edhe në bachelor jashtë, po, pa tjetër. Se i shoh tash studentat që shkojnë, e shoh vllaun tim që e ka kry vetë bachelorin edhe sa ma shpejt zhvillohet si njeri, çfarë vetë besimi fiton, unë thëmë për veti, për fëmijët e mi edhe shkollë të mesme jashtë. Sa ma i shoh sa shumë zhvillohen. Se kur del jashtë vendit, mas pare, njerës që i takon, kur shkon ty në për shkolla shumë ekskluzive jashtë, e zhvillon një rjetëzim tepër të fortë. Edhe, për shembull, në klasë e kom pas tash të vice presidentin e Dellit, ose ki kontakte me njerëz në për top kompani të botës, që mundesh me marrë ndonjë përfaqësime për në Kosovë, mundesh me bu bashkëpunime me shumë të mëdhaja. Kur shkollohesh jashtë, i krijon që ato kontakte me rjetë tjetër se këto. Edhe në ndy zhvillohesh vetë si njeri, duhesh me menaxhu kohën, me menaxhu fondet, duhesh mu gjind vetë në një qytet të ri, fiton vetë besim, mësohesh me atë rehatinit të qenurit e para hatë në një situatë, po mësohesh me që ato, nuk tutesh mo rezikot, edhe rritesh si njeri shumë ma shpejt. Tani, pasi shkove dhe përfundove, kishe dilemën të qëndrosh të mos kthehesh në Kosovë? E kisha, se Se vendose të kthehesh? Një kohë mjoshi shumë ajo jeta Amerikës, pavarësia. Kur u ktheva, jena konë me shoqnin vetur, edhe ju mësova krejt shoqnis kongen morit, florit. Edhe krejt ata këndojshin indian tajvanez, mësun kongen në Shqip, edhe unë po thonë vetë me veti, o sa mirë t'inglon gjuha Shqipe, edhe kur e ndisha ata ty e këndu, thësha o sa të mirë e kena gjuhën Shqipe. Edhe thësha me ndajt këto, nuk e foli gjuhën teme qatë shpesh, edhe nuk jam afër prindërve të njëtën, nuk jam afër shoqnisë që e kom kriju vendit tem, edhe më ka pëlqy ideja që mu kthy me zhvillu vetë shtetin që shumë gjenerata ma herët kanë sakrifiku që na me mbri deri në qëtë pikin ku jena. Krenatar si gjenerate e re me lonë vendin dhe mos me ndajt me zhvillu. A kjo është ajo dilemë që e diskutojshe me vetën? Me vetën, po. Edhe... Përfundimisht, kur vendose të kthehesh? Përfundimisht... Deri në fund kom qenë dilema. Deri në fund kom qenë dilema. Po nuk mendoj që ka pas një moment eksakt, po t'ju mbledh sendet, pikat vogla, ma mirë këto, më këthy. I ke ndihmu vllaut ti ta gjej bursën? Po, vllaut, jo bursë krejt. Vllau është 6 vjetë ma e ri se ona. Okej. Edhe krejt që e ko marrë vesh për veti shumë vonë, ja kom të regu vlaut. Okej. Vlau bën hajgare, thot mbyllshë në dhoma, bëjshë kime mësu 2 orë dite se i tije, kimi bot qëto aktiviteti, kime shkun qëtë konferencë, dhe me thonë krejt ka qene orkestru me pranimi, so është me të vërtetu shumë problemu pranu. Nuk është vish mi pas nota të Tani aja imponojsh, a kishte qefe dhe aj? Aj, më lejoj ke me provu, edhe i ka pas krejt që mu bo, ka qenë shumë i mirë matematik, nuk ka punu, kështu ja kena ashtru rrugën komplet edhe më gëzohem shumë që o pranu. Jo veç, në me thonë, tash o bo shambull që është e mundur pranimi edhe në top universitete si kur Harvardi për Kosovar. Qka studioj në bachelor? Vlau ekonomi. Ekonomikun, okej. Ekonomi, aj ka ndajt në Amerikë, aj ka diplomu dhe ka qëndru në Amerikë, që 3 vjetë është atje dhe punon për një firmë konsulencës për menagement strategjik. Komunikoni shpesh? Po, komunikojmë shpesh, shumë shpesh.
të pakten një herë një javë gjithsesi, çdo ditë me mesazh apo një herë një javë kështu me zot aman. Me call. Me call, po. Ke komuniku sot? Sot vish më ka thonë pa që fat në emision, uroj që të shkon mirë. A, i tregove? Po i kom tregu që do me thonë që jam në një emision, po. Okej. Nuk tregoj që ta ka bërë një surprizë? Jo. Një video? Jo. Do me ditë se çka të ka thonë? Po, po. Okej. Atëherë, ta shohim Drinin që apo na thotë. Përshëndetje Tringa, shpresoj që gjithçka po shkon mirë, veç deshta me marrë një moment me t'u falenderu shumë për përkrajen edhe mbështetjen që ma ki jap, për me u pranu edhe me përfundu Universitetin e Harvardit. Me të vërtet, po aty nuk isha mujt kur me bo këtë anë të realitet, edhe deshta me thonë që duke bo një punë të mahnitshme me Ivy Journey t'ju ndihmu edhe trive tjerë në Kosovë me u bo ëndrat realitet. Një pyetje për ty është, Ivy Journey poritet shumë shpejt si organizat. Ku e sheh Ivy Journey 5 apo 10 vite prej sotit? Faleminderit shumë. Sa i mirë është. Shumë e du. Faleminderit për mesazhin, se sigur po na shikon Drine. Jo se kom ditë e përpytja, mbas 5 vjetëve i shkon mirë Drini mu këthy në Kosovë, edhe me rrit bashk organizatën edhe me bo edhe sende matë mëdhaja bashk. Po mungon Drini shumë në Kosovë, kisha pas shumë qef edhe mu këthy, kështu po shpresoj mbas 5 vjetëve, se çdo vjet është shtynë, thot edhe një vjet, kështu po shpresoj që ndoshta mbas 5 vjetëve kena edhe Drini në Kosovë edhe së bashku mundemi me bo sende dhe matë mëdhaja. Se nuk është biqë Amerika vendi mundësive, është shumë edhe Kosova. Kështu uroj që kthehet edhe... Tash nga ajo që më tregove se si e ke përgatit për me u regjistru, derisa po thu, shpresoj ka mu kthy, thash po e di çka e gjen ato, çfarë presion i bën derisa të kthehet. Më do ke fillu presionin. Pak po. Po për një me besoj që jeta bëhet më e mirë në Kosovë. E besoj shumë edhe më duket e besoj këtë sen, kështu... Çfarë e bën më të mirë jetën në Kosovë? Pri sendeve më të vogla, për shembull, në Kosovë, nëse e kom një hall, edhe du mu taku me shoqen teme, me bisedu, vi që aqoj një mesazh edhe unë shina mrenda 30 minutave. Në Ameriku dufsha me caktu 2 javë ma heret, që të në Google Calendar, jonë që të vend, jonë që atë vend, jeta shumë ma dinamike dhe njerëz nuk ishin ko me ndihmu njëri tjetrit në momentet vështira, ose si e takoj që dikën, pyetja parë është me qa merresh. Në nuk interesoj ke kur gjo tjetër rreth teje përveç profesionit edhe qysh mundet me shfrytzu kontaktin me ty për bashkëpunimi ose një punë ma të mirë. Ajo qasja njerëzore ma problematike. Po, e mungoj kjo afërsia që e kena në komunitet këto të na. Tjetër? Tjetër, fakti që prindrit jonë hala këto shoqënia, që mundemi me kalu ko bashk me ta. E bën të mirë që këtu në Kosovë nuk kena nevoj me zbulu diçka të re. Mundemi vish me implementu sande që vish ka një funksionu dikun tjetër, edhe e dim që funksionojnë edhe këto. Ndërsa në Amerikë, mu doke që atje punon me bo një milioner, miliarder. Në Kosovë, punon, kryon diçka për shoqëninë edhe për shtetin tënd. E që ajo këgja diferencë madhe. Faleminderit shumë. Tringa, derisa po flasim kështu, a i vjen që një farë mënyrë tash e mirë kupton atë brengën e prindërve që mos të shkoni jashtë Kosovës, po të ktheheni në Kosovë? Po, edhe unë, po, për tjetër, mu kthy, po mu eduku jashtë edhe mu kthy. Okej, mu eduku jashtë e mu kthy. Publicitet dhe kthehemi në studio përsëri.
Jemi kthyer përsëri në studio. Momentit të falenderojmë Kolegjin AB, është institucioni më i madh jo publik në trojet shqiptare dhe lider i arsimit të lartë tash e mbi 2 dekada. Kolegji AB ka hapur tashmë thirrjen për regjistrime të hershme dhe ju fton të nisni pranverën e këtij viti në institucionin më prestigjioz për arsim në vend. Për çdo informacion mund vizitoni webfaqen ab.viz.edu.net apo të kontaktoni në numrin 048 999 006. Faleminderit shumë Kolegji AB. Ndërtuar mbi standarde evropiane dhe British School of Kosova është institucion edukativo arsimor që u ofron nxënësve shkollim bashkëkohor në të gjitha nivelet e arsimit para-universitar. Në British School of Kosova tashmë do të mund të gjeni edhe drejtimin më të ri, atë të programimit. Faleminderit British School of Kosova. Falenderojmë edhe ujin rrugove. Një falenderimi veçantë shkon për ujin rrugove që me freskinë dhe cilësinë e tij na shoqëron në çdo moment. Uji është burimi i jetës dhe thelbësor për shëndetin ton të përditshëm. Prandaj kujdesi për cilësinë e tij është kujdes për vetjetën. E pifshi për shnet. Faleminderit shumë uji rrugove. Dhe në fund falenderojmë edhe pijet natyral 100%, përgatitura nga frutat më të zgjedhura dhe pa sheqer të shtuar, të cilat sjellin freski natyrale dhe energji të shëndetshme në çdo moment të ditës. Pasura me vlera ushqyese, këto pije janë një zgjedhje e natyrshme që kontribuon në mirëqenien dhe balancën e trupit ton çdo ditë. Faleminderit Natyral 100%, faleminderit sponsorëve. Dhe në këto momente do të shohim tani një let me fotografi që pasqyrojnë udhëtimet tua në vendet ndryshme të botës. Ku janë këto 3 fotografi, këto 3 vende? Kjo larta që është me elefantin është në Afrikë të Jugut, edhe është shumë interesant se me pasaport Kosovës është thuaj se e pa mundur me marrë vizë për Afrikë të Jugut. Nuk mundemi me shku, e kam konë me fatë që si studente, jëmë bo asistente profesorit, mi mbikëqyr studentat të tjerë, edhe kena udhëtu në Afrikë të Jugut bashkë me studenta për mi konsultu organizatat atje, e këto jena në Kruger National Park, edhe i kena po ato Big Five. Ka qenë shumë jeni pa 15 e Afrikës. Këto kanë qenë 5. Big Five. Po. Po 5 mëdhaja të Afrikës. Kjo poshtë është në Vietnam, quhen Golden Bridge, edhe hapë në 2018, unë në 2019 një më shku me po, se... Të duart e famshme. Të duart e famshme. Edhe kjo poshtë ka qenë në Mexico City, mbi piramidat e Teotihuacanit, kemi mujtë me bu këtu hot air balloons edhe shumë moment, shumë interesant ka qenë, se edhe kishin këta në Meksikë, kam pas një akustik qa zhvillume në atë ko, sa edhe nëse ish një njerës 100, kur shkojshe në atë sheshe kryesor të qytetit, ishtë qytetit, nëse shkojke diku shumë largë, 100 metra, dhe të vi që a bëjshe, a po më din, a i mujke me të ndi, do me thonë, për qatë ko, qaq akustikat e zhvillume. Shumë i veçantë. Tani, këto udhëtimet tuat, sigurisht, janë emocionale, janë që t'japin histori, përjetime, shumë qka tjetër. Ka diçka që jashtë vendit e bën që s'do t'a bëje kur në Kosovë? Si përjeton këto udhëtime? Diçka që bëj jashtë vendit që nuk e kisha bërë. Këto udhëtime? Për shambull, jo, nuk mendoj që ka diçka që... Për mendoj ka shumë... Për nëse cilin vend që shkoj ka diçka që shoh që nuk ka në Kosovë, po edhe në Kosovë shoh shumë sande që s'ka vendet tjera. Për shambull, që ta shkove të fundit, e kom zbulu gurin e kush në Rugov, që po më do këtë vend jashtë zakonshëm edhe pse e kom pa gjysën e botës, por shumë po më pëlqen atë. Mendoj që edhe pse ka shumë sande jashtë me pa, ka edhe shumë sande shumë mira mbrenda Kosovës që mundemi me pa. Njëta, haloja kom qatë, wow, kudo që vizitoj, edhe mbrenda edhe jashtë. Nga këto udhëtime? Më pëlqen me na vërujtu neve si njerës, që i kena të ngjajshmet mes njëri tjetrit, edhe që i kena dallimet mes njëri tjetrit, të këmë vrej që për shambull... Dhe tani, Afrika Jugut, Meksiko dhe Vietnamit... Krejt kontinentet tjera. 3 kontinentet ndryshme, 3 kulturat ndryshme, cila është e përbashkëta?
Unë e kom vrejt që për shembull shtetet që janë në zhvillim, që shoh Kosova, komunitetet janë hala shumë të afërta me njëri tjetrin. Për shembull prindërit jetojnë hala me fëmijë deri në moshë më të vonë, hala janë familjet më të mëdha, përzihen më shumë vendimet njëri tjetrit. Sa më i zhvilluar është një shtet, çaq më individualist janë në natyrë. Çajo kanë një ndër dallimet më të mëdha që e kam vrejt gjatë shëtitjeve. Edhe që edhe kaosi e ka shumë bukurinë e vetë kur din mu gjindë. Edhe pse është kaotike, bën jetën më interesant. Në Vietnam qysh vozicën, ose në Kolumbi qysh vozicën, kur ankohen për Prishtinë, thëmë si e kona atje, gjithë herë kujtojsha që qëta shko me dek. Edhe më pëlqen edhe qaj lloj kaosi. Janë përvoja të mira. Shumë, po, shumë të mira. Tani, a ke përjetuar ndonjë moment komik për shembull, apo të çuditshëm, apo absurd nga këto udhtime në ndonjë vend caktuar? Që e mban mend kështu? Po, më kujtohet, një herë jena konë në Peru, edhe jena konë me klasë, edhe kom pasë në klasë një student të Arabis, që ishte shumë i pasën, edhe pate me bo një zipline, edhe aju shtyke me atë personin pri 9 euro mi alon 7. Edhe u shty qatë shumë me ta, sa qysh më do ke absurde, thëke, po këto është pjesë e kulturës, duhemi me bo, edhe mu do halo që e mboj mend që ka mos me bo, se mu do ke qaqë absurde, pëqa e gjithë ke qatë kënaqësia, den mu shty. 2 euro, 2 dollara. 2 euro, po mu shty me atë zipline që mi alon ma lirë. Jala? Jala, jo, nuk jala. Nuk jala? Nuk jala, nuk jala. Okej. Nuk jala. Nëse këto qytete që i ke shetit, i ke në mendjen tënde, do duhet ta përzgjidhje njërin dhe të thuash, ky i përngjan më shumë personalitetit tënd, cili është? Si cili qytet je ti? Farpytje, wow. Gjordania, ndoshta. Zdi, Gjordani shumë ka pëlqy. Gjordani si shtet. Pra në shtet, po jo një qytet veçantë, si shtet kështu, okej. Si shtet, po si shtet më ka pëlqy se ka pas shumë sande që ka me bo, mëranda edhe si e mërzit kur, ki mujt me po Petren, ki mujt me shku në Detzi, ki mujt me shku në Shkretin, mi po yjet natën, edhe unë jom qashtu që tonë konë jom kërkim sandeve 3 me bo me përjetu, edhe aty si shtet nuk gjithë ka pas që ka 3 me bo me po. Kështë ndoshta Gjordani ku shumë këtë shtirë. Te Orienti, faktikisht. Okej, interesant. Faleminderit shumë. Dhe ka udhton zakonisht? Varet, ka ndodhë me shoqe, me njerëz të klasës, me qiken e tezës, me motrën, shumë udhtimi bojmë bashkë me motrën, me grupet udhtimet, të shka, qysh qilën. Okej, interesant. E kemi një video nga vajza e tezës, që e ke edhe shoqe. E kom edhe shoqe. Arita, ka kujtime nga udhtimet dhe sot ka kujtuar një ngjarje për Libero. Ndjekim. Nga me ty ka memorje që nga fëmëria, po më mungon shumë. Derisa ke qenë këtu në Amerikë, kemi dalë bashkë, kemi kalu shumë ko bashkë, kemi udhtuar bashkë. Për mua, udhtimi më i bukur ka qenë Azi në 2018. Atë kujtohet në Vietnam, kur jemi zgjuar në 5 të mëngjesit, jena dalë në balkon të hotelit, edhe kemi por me mija njerëz në plash. Edhe e këna pyet njëna tjetrën, çka kanë këta njerëz? Është ditë e javës, çka kanë dalë kaq herët? Memorje të bukura. Një pyetje për ty. Përderisa ke qenë këtu në Amerikë, pas oferta të punës, të mira, ki mujt me ndajt me neve. Pse vendosëm më këtu në Kosovë? Me qëndru në Kosovë. Pse? Të dua shumë. Faleminderit shumë, Arita Sheremeti. Arita ishte ajo që përmenda në fillim që ka qenë e para në 2002 që shkoj në Amerikë dhe që në frymëzoj edhe mu me ndjek këtë udhtim. Por ka qenë e vërtet në Vietnam jena qunë 5 mëngjezit me pa lindjen e dillit kur përshohim plazha full njerëz, nuk kishim pa qaq popull që quhet herët, qaq aktiv qaq herët. E kuptove pse?
A ishte tradita, apo në ceremonia, apo? Se halas pas na hi me shqiku pse. Jo nuk e di halas pse. Du me thonë, ka që herët? Full plazha, këtë njerës të shëndalë, si me qenë pika ditës. Oke, edhe pyetja që edhe unë ta thash këtu, po një farë mënyre. Po, se shpesh herë më thëjkja ajo është ma mirë në Amerikë, ma mirë këto, thëjkja po të shoj, kom një ndjenë që kime qëndru në Amerikë. Po, mendoj që e ku marrë prapë zgjidhjen e duhur që jo më këthy në Kosovë. E diskutuam edhe ma herët pëse, normal ka ditë që dhone bona nervoz me dosandë, po në kryesisht jom e lumtur që tash jom këtu dhe kontribuoj për vendin tem në mënyrën ma të mirë që e kom gjetë. Oke, falemderit shumë. Falemderit Aritës për pyetjen. Besoj që përgjigjen e more, a ja ke thënë edhe kështu privatisht apo jo, pse je këtu në Kosovë? Pak ma thelle kena diskutuar. Pak ma thelle, do të thonë ma shumë problematika. Oke. Ta shojmë tash një let tjetër, është ajo që ti e ke hapur si biznes me qujtë? Po, agjencion biznes është, po. Këtu jena me motrën, se bashkë kemi themelu me Rinën. Rinën për momentin e kena vetë në studime, është në Ljubljanë. Okej. Edhe këtu jena në ditën e hapjes me 15 mars 2022 ka qenë që e kena themelu zyren. Biznesi ma herët, po derisa kena themelu ta më në zyren. E ka qenë një ndër ditët shumë të hapura, shumë të lumtura, veti kena bo këto balona, Rina i pat bo gati ushqimet. Pse e hape këtë Ivy Journey? Cili ishte qëllimi? Për veti, kur kom dasht me dalë për studime jashtë, nuk kom ditë kujna mi u drejtu me marrë këshilla, cila opcione egzistojnë, ku është mas mirë ti me shku, që shkojnë procedurat, edhe dojsha tjertë mos me pas që nëse e kanë që dëshirë, bilemi me pas një pikë ku i marrin krejt informata dhe pastaj le të vendosin a ju përshtatet ajo. Se kena një rini shumë të mirë, shumë mësojmë edhe kena dëshirë, po ndonjëherë vish na mungon informata, dojsha me pas një pikë ku vinë me marrë informata. Dhe sa ko u bë? I kena ma shumë se 5 vite tash. Ma shumë se 5 vite. Ma shumë se 5 vite. E kam një pyetje kështu, imagjino se unë jam dikush, ose po e bëj pyetjen këtë formë. Nëse një student, ose një nxënës që e ka kry shkollën e mesme, s'ka as një pare në gjep, krejt çka ka është dëshira për me studiu jashtë. A është e mjaftueshme vetëm dëshira për t'u drejtuar tek ti? Po, asë një pare, pak bilemi për testet për me hi duhet me pas, për që ato testet të standardizume. A pas një pare s'ban? Pas një pare s'ban. Qka janë testet të standardizume? Ta shpjegoj për ata që janë duke na ndjekur dhe sa është kostoja? Është shumë? Po shambull, SAT o 100 euro, TOEFL o 200. A, këto të anglishtës. Po nuk qenë kanë qatë shumë. Po, nuk jonë, po ti tha 0 sa. Bash 0 sa, po jo, nuk jonë shumë. Edhe nëse është bugjeti shumë i olt, ka shumë universitete shumë tolta që bëhet nështë edhe ma lirë se këtu me studiu. Tani, kur vinë të këti, si e vlerëson për ku është, apo si e orienton për cilin universitet të aplikoj? Ulemi edhe i bëj disa pyetje që me pas studenti mas pari notën mesatare të shkollimit para prag, a o marrë me aktiviteti jashtë shkollore, a i ku po ka dëshirë. Se shpesh herë më thonë përdu në zyret që se e kom qiken e djallit halës. Dikën dhe ka, dika që orientohen, e ka një lidhje, edhe më tregën qka po dënë me studiu. A e den gjuhën gjermane, angleze, qfar gjuhë den, edhe të një kemi listën me opcione, edhe i thojmë sa e ki bugjetin, sa është që po dënë me shpenzun qëtë procedur, qëtë në shkollim, të një varsisht prej bugjetit edhe dëshirave, edhe gjuhën, se nëse flasim shambull vë gjuhën angleze, i kena ma të limitume, po nëse din angleshten, gjermaneshten, kanë ma shumë opcione, ja dërgojmë si listë opcionet, edhe ata vendosin apo dojnë me apliko ose jo, se e kanë hapa fatin ose jo, se disa e kanë shumë a herët, disa shumë a vonë fakultete, prandaj shumë a mirë marrë ma herët që mi pas krejt dyrë qelë. Tani, ju sa keni kontakte me universitete? Sa është numri apo lista e përafërt? Partneriteteve që kena. Po e qënë partneritetet, do më thonë komunikonin mirë të vazhdushme me ta? Po. Apo vetëm janë orientime që ju i orientoni dhe ata le të bëjnë qatë bëjnë? Jo, fakultetet dhe shkojmë i vizitojmë, fizikisht shkojmë i vizitojmë, unë mujnë e kalujmë më konë në Romë, para një mujnë më konë në Latvin, në Rigë, në Letoni me vizitu fakultete. Të në konë shkoj i vizitoj edhe që pra mu kryon siguru. kontakte, sa fakultete, ose sa është numri tyre lista?
kështu që kena ta mën partneritet direkt, i kena mbi 100 që këm kontakte të vazhdushme. Mbi 100? Po, mbi 100. I kena shkollat mesme, kurse gjuhes, fakultete, krejt i kena mbi 100. E kështu që i kena përmes partneriteteve që jonë grumbull, i kena mbi 2000. Mbi 2000? Po, që është... Sa është numri atyre që ju keni ndihmu, apo që përmes jush janë orientu dhe kanë arritur të studiojnë ose të regjistrohen për studime? Pravërsisht mbi 300 studenta. Mbi 300? Mbi 300. Më thënë, mbi 300 studentëve ju kanë ndihmu. Tani unë po e kuptoj, disa mund të shkojnë me pagesë të vetën. Po. Disa kanë gjys-gjys apo ku e disi. Disa të tjerë kanë komplet bursat plota. Nga se varet kjo? Më varet ku dojnë. Ka shtete që nuk japin bursa. Ka drejtime që nuk japin bursa. Për shembull, na thuj listën. Për shembull, për mjekësi nuk ka. Nuk ka bursa? Për mjekësi nuk ka bursa. Mjekësi s'jepet askund? Mjekësi nuk ka bursa. Okej. Për fashion design nuk ka bursa. Okej. Po, për shembull, në Gjermani edhe në Austri, universitetet jonë thuaj se falas. Në Gjermani, Austri 1500, po. 1500 euro vitin? Vitin në Austri, po. Në Ama Itali... viti është i pagesës, po pastaj qëndrimi? Qëndrimi, po, ato jonë që duhet vetë. Nuk ka, për shembull, për bachelor as për master, në Austri nuk ka. Për master ka shumë a shumë bursa. Për bachelor ka në Hungari burs që jep shteti hungarez, ka burs që në jep shteti Turqis, ka po fakultetet me të ambullu vetë edhe shpenzimet e ETS-ës jo. Në fakulteti janë mundet ma të pakta këto raste. A ka raste tilla ku i ki all inclusive, po them kështu? Në Itali është një burs, po, në Itali është bursa regionale që përsa ku pranosh në fakultet edhe shkon në Itali. Po ti duesh me shku, duesh mi pas 6.000 euro në gjirologari që me marë vizën me shku dhe në Itali, po kur shkon, mundesh me i dërzu dokumentat financiare dhe shteti italian t'i jep 8.000 euro për shpenzimet tjetesas. Shteti. Okej, tani, kur vjen puna te këta që janë duke studiuar atje, keni kontakte? Mund të krijohen lidhje edhe përmes tyre, pastaj rekomandime që të përfitojnë të tjerët? Po, pa tjetër. Kur vinë zyre dikush edhe ja rekomandojnë 2 universitetet jonë mes dyve, i lidhi me studentat që viqona ato universitetet që me dëgju direkt për i tëmve cili ju përshtatet. Ose ka fakultetet që kanë bursa ekskluzive për Kosovë, se nuk kanë asnjë student prej Kosovës edhe tash dojnë me marë. Për shembull, që tash me 9 prill ka me marë përfaqësuesin i fakultetit të Amerikës, që viti kushton $70.000, po në t'u jap bursë të garantuar për këndët që pranohet që më ura viti vish 20.000, me krejt shpenzimet. Që për Amerikë 20.000, kur i krahason me sa shkon tarifat e shkollës... 20.000 veç shkollimin apo edhe jetesë? Me jetesë, me krejt shpenzime, brenda për brenda kampusit, apo? Krejt, brenda me jetesë, me ushqim, me Valirë se në Kosovë, bjen. Se ma shumë hargjon në Kosovë. Ndodhe dhe që po ma shumë hargjon në Kosovë, vërtet. Kështu e në aty mundu sa ma shumë e nëzirë mundësi për studentat tonë, se i kena shumë të mirë. One punën, mdo këtë one të e kishëm punën e mirë, po one kom punën ma të mirë në botë. Me të vërtet, se takoj qaj gjithë të në zonës që jonë shumë motivus, mësojnë shumë e dinë që ka do një në gjendje me punu, edhe gëzona me qëtë punën që e kam shumë. Mirë që mund t'ju ndihmosh, është një shembull, po ashtu është edhe një adres për gjitha ata, sepse jemi në periudhën e regjistrimeve, tash përfundon viti dhe pastaj shfaqin interesim për t'u regjistruar. Ku mund t'ju gjejnë? Do me thonë, është emri, na e kena luan Ivy Journey, si kur Ivy Leagues, që është grupi i universiteteve ndër ma prestigjozet në botë, na e kena bo Ivy Journey, si kur rrugtimi për në Ivy Leagues. Pra, organizatë është Ivy Journey edhe munder me na shënu edhe ju përgjigjeme.